محبة والهنا وطني لا تذكر من آنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. تندرشم besimtar, falënderimi takon Allah subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Prej derteve të cilat i bajnë dobi besimtarit është kujdesi, derti gajja për xhamitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, për ndërtimin e tyre, mirëmbajtjen e tyre dhe funksionimin e tyre. Nëse xhamiat në Islam janë simbol i fesë islame, ose një prej simboleve të fesë islame është xhamia. Kurse për simbolet në Islam, Allah subhanahu wa ta'ala thënë në Kur'an: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kushdo që i respekton simbolet e Allah subhanahu wa ta'ala, kjo tregon se zemra e tij është e sinqertë. فَذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Respektimi i simboleve të Allah subhanahu wa ta'ala tregon ose rrjedh prej sinqeritetit të zemrave. Ne kemi përmendur se disa prej mërzive ose disa prej brengave, disa prej derteve i sjellin besimtarit në dobi në dunja dhe në ahiret, kurse disa të tjera i sjellin në dëm në dunja dhe në ahiret. Prej atyre që sjellin në dobi në dunja dhe në ahiret është kujdesi, interesimi, gajla se si funksionojnë vendet në të cilat madhrohet Allah subhanahu wa ta'ala, si funksionojnë xhamit, si ndërtohen ato, çish është pastërtia në to, çish është xhamatin to, çish falet namazin to, çish shpjegohet fjala e Allah subhanahu wa ta'ala në to, çish shpjegohet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ofrimi i kushteve që muslimanët me një rahati gjatë kryerjes së ibadeteve, kujdesi që në mrena ku i bëhet ibadet Allah subhanahu wa ta'ala me pas pastërti fizike, e me pas pastërti edhe të gjuhëve, pastërti edhe të zemrave. Prej pastërtisë të gjuhës kanë përmend komentatorët e Kur'anit që në xhami edhe në përgjithësi është ndaluar gibeti, rrena e fjalë të tjera, gjunoat të tjera të cilat bëhen me gjuhë, por veçanti në xhami kur hyn njeriu do të këto me pas të ndaluar rrepsisht për veten e vet. Prej kohës kur hyn koma djathtë në xhami derisa del me të majtën, më mundua mos më marr me fjalë të huaja, më marr me atë për të cilën ki ardhur në xhami.
Dhe ajo është ibadeti, madhrimi, përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala. Pastërtia shpirtërore kanë përmend komentatorët e Kuranit, kur hyn njeriu në xhami duhet me pas mendimin mrena në zemrën e vet pozitiv për të gjithë ata të cilët janë aty prezent, por edhe për të gjithë muslimanët në përgjithësi. Nga se prej pa pastërtisë së shpirtit është me pas dyshime, me pas supozime, filoni ko ka këtu, ai ko ka këtu, shka pas ka ardhur, ai kisha ka bo, Allah ti nuk i ki punë të huja me këshirë kush ka bo pastaj që ka ardhur xhamia. S'ka ardhur për këtë punë me klasifiku njerëzit, po kjo ardhur me madhru, e me lavdru, e me falendëru Allah subhanahu wa taala krye punën për të cilën kjo ardhur. Hadithën e saktë të cilën e transmeton Imam Buhariu Sahih, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 7 lloje të njerëzve të cilët kanë me hijen në ditën e Kiametit në hijen e arshit të Allah subhanahu wa taala thotë wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, janë njerëzit të cilët kanë zemrat e tyre kanë qenë të lidhura me xhami. Dhe zemrat e tyre kur kanë shkuar në xhami kanë një qetësi, kanë një rahati. Dhe qëllimi me arë në xhami është kur dalmi për xhamis me dalë me gjuna të falta, e me sevapet pranume, jo kur dalmi për xhamis me ngarkue me gjunohe. Se kemi bo gibet filonin, kemi shpif për filonin tjetër, kemi bo ato, kemi këshyra tjetër, kemi bo këtë problem, kësi xhamia është e ndërtume, e bome, kështu e ka vendosë Allah subhanahu wa taala që në të falenderohet e të madhruhet Allah subhanahu wa taala. Thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, fi buyutin adhana Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Shtëpia, se kështu i ka quajtur Allah subhanahu wa taala vendet të cilat janë të përcaktuara për ibadet. Vendet të cilat janë të përcaktuara për ibadet në gjuhën arabe quhen mesgjid, në njës, mesajid në shumës, që kuptimin në gjuhën shqipe ka vendin në të cilin besimtarët bëjnë sejdë. Kjo është xhamia. Vendi në të cilin besimtarët i binë në sejdë Allah, për që të thënë mesgjid, me sejdë, me fjalën në nështrim për uljen ndaj Allah subhanahu wa taala. Vendet të veçanta, të cilat janë të destinuara ose qëllimin kryesor e kanë me bë sejdë Allah subhanahu wa taala, Allahu Kur'ani ka thënë shtëpia të Allahut. Shtëpia të Allahut të cilat Allah subhanahu wa taala e ka bërë të lishme më thirrë zoni. Edhe mu falendërua, mu madhrua Allah subhanahu wa taala në to, sabah akşam, dreke i kindi, e jacien gjitha namazet e rregullta dhe namazet tjera vullnetare. Vazhdon ajeti, thotë Allah subhanahu wa taala, rijalun, ka disa njerëz, disa burra, disa musliman, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, që as tregtia, as puna, as kur gjë nuk i pengon me shkuar me përmend Allah subhanahu wa taala kur është koha e namazit. Dhe prej kohëve të namazit më kryesore është namazi xhumas, i cili gjithashtu është simbol për simboleve të fesë. Thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O besimtar, kur thirret ezanin ditën e xhumë, lëni punë, edhe lëni tregtinë, po shpejtoni aty ku përmendet emri Allah subhanahu wa taala. Rijalun, ka burra musliman, la tulihim tijaratu wala dhikrun wala bay'un an dhikrillah. Nuk i pengon tregtia, shitblerja, as puna, as një gjë, por shkojnë e përmendin Allah. Dhe ju e shihni se keni ardhur prej punëve të ndryshme, prej angazhimeve të ndryshme, keni lënë plot çështje të rëndësishme në shtëpiat e juve, në punë të juve, por keni ardhur me përmend Allah subhanahu wa taala. Ardhja me fal namazin e xhumas është shenjë e madhërimit, shenjë e lavdërimit, shenjë e respektimit të simboleve të Allah subhanahu wa taala. Pastërtia e gjuhës, sa jemi në mrena, me pas kujdesin më të shtumë se sa erave tjera, mos me bëjë gjëna me gjuhë. Dhe për këtë kujdes, besimtari ka shpërblim të Allah, veç se o kujdes me rujt gjuhën e vetë, për shkak se është mrena në xhami. Kto është vetëm me përmend Allahun, jo me i përmend hallkën e me morë për goje të tjera. Pastërtia shpirtërore, çështja më madhore në lidhje mes muslimanëve është mos me pas rezerva mendime të supozuara për muslimanë të tjerë.
Nëse të gjithë muslimanët janë të mirë, edhe nëse kanë të veta, sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa fi kullin khair, në gjithë secilin besimtar ka khair, ka dobi. Në ajetë Allahu subhanahu wa taala thotë wa kullan wa'ada Allahu al-husna, kretë muslimanëve Allahu ka premtuar xhenetin. Po ka disa kanë vëllai se na dim se njerëz edhe ne kemi disa që nuk i kanë disa të tjera, por kushdo që është besimtar parimisht nuk duhet me pas urrëti për të. As nuk duhet veçanti xhamia më mos sebeb që me të shije edhe më shumë në urrëtin e saj. Në urrëtin e tij, pastaj për çështjeve të cilat janë gale ose dirë të cilat i bojnë dobi besimtarit këtë dynjë dhe në botën tjetër, është kontributi për me ndërtu xhamit dhe mu përpjek për me pas mirëqenien tu. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur disa transmetime se ka qenë një njeri, disa transmetime ka qenë një grua e cila e ka kujdes për pastrimin e xhamisë, vullnetarisht, që ka paguar dikush. Dhe në një herë ka vdek, kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një herë masi që ka vdek, ajo se ka pasur të pastruar xhamin, ka pyet ku është ajo që e pastron të xhamin, në transmetim tjetër, ai ka qenë burr, ku është që e pastron të xhamin, i kanë thënë ka vdekur i dërguari i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pse s'm laj lut mua që ka vdek? E të kisha shkuar me varros. Kanë përmendur disa prej komentatorëve të hadithit, është rasti vetëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar te varri pasi që u varros, edhe ka bën dua për atë i cili o kujdes për pastërti që njerëzit kur të vinë me pas vendin e pastër kur vinë sejdë. Me pas mja vlerësua njerëzve ibadetin, mja bot dashur. Pastaj disa kanë hudh parfima në sejdë, mirë që njerëzit kur t'i nështrojnë Allahut në tanin erën e mirë. Këto janë të gjitha angazhime për të cilat robi ka me marrë shpërblimin ditën e Kiametit para Allahut subhanahu wa taala, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar kujdes të veçantë që se ka treguar këtë për shumë sahabë të tjerë të nivelit shumë më të lartë, por në respekt dhe falënderim për atë që i ka shërbyer besimtarëve, u ka rregulluar vendet për me bëj ibadet. Pastaj disa prej dietarëve të sunetit kanë thonë, nuk janë musliman të mirë ata që shpirën e vet e kanë më të pastër se sa xhamia. Nuk janë me iman bashkë tamam që shduhet. Nuk janë me edukat bashkë tamam që shduhet. Ata cilët në shtëpiat e veta mojnë pastërti më shumë se sa në xhamiat e veta. Dhe çështja është e thjeshtë, se në shtëpiat e tona jetojmë, kurse në xhamiat e tona bëjmë ibadet e madhrojmë Allahun subhanahu wa taala. Disa dietarë të sunetit bashkë kanë thonë, nuk janë besimtarë të mirë ata të cilët në lagjet e tyre kanë ndërtesa më të mira edhe më të larta se sa në xhamit. Kanë bërë shpenzime më shumë për shtëpiat e veta se sa për shtëpiat e Allahut. Dhe kjo është anë logjike, kuptim shumë i thjeshtë, shumë i lehtë. Sa ke shpenzuar për shtëpinë tonë, e sa ke shpenzuar për shtëpinë e Allahut. Sa më të pasë shtëpinë tonë, sa më të pasë shtëpinë e Allahut. Dhe çështja është që për të dyja duhet me shpenzu. Edhe për shtëpitë tona që jetojmë në shtëpinë e Allahut. Të dyja duhet të bëjnë të pastërta, edhe shtëpitë tona në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Ama nëse kur e hyn xhami e sheni pa pastërti sta vret synin, kur shkon te shtëpia e sheni pa pastërti më ne reagon. Kjo tregon se nuk jetu i respektuar simbolet të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, nuk e kije shumë gajën e madhe. Në hadithin që transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar me ndërtuar xhamin gjithë secilin vend banim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha radhiyallahu anha na ka urdhëruar që të ndërtojmë xhamia në të gjitha vend banimet e muslimanëve. Pastaj në hadithe të tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dallonte besimtarët nga jo besimtarët me thirrjen e ezanit në vend banimet e tyre. Në transmetimet e sakta njerëzit që janë nisë në luftë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë thonë dërguari i Allahut. Ne po shkojmë në vend banime për të cilat nuk e di më janë muslimanë as janë muslimanë. Çka na udhëzon që mos me bë sulm mbi ata të cilët janë besimtarë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhonte prit në namazin e sabahut.
Nëse aty thirrët e zoni, gjykoni njerëzit që janë besimtarë. Nëse aty nuk thirrët e zoni, gjykohen se nuk janë besimtarë. Të janë simbolet e Allahu subhanahu wa taala. Këto janë veçori që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë muslimanëve. Disa prej dietarëve kanë thënë është haram me jetua në një vend që s'ka xhami, si s'lejohet me jetua hiç. Musliman 100 familje, 200 familje kanë bën 100 shtëpia, 200 e 300, nuk kanë gjendje me bën një xhami 10 me 10, a 10 me 20. Këto janë simbolet për të cilat nëse kujdeset besimtari në gjithë shka që ka të bëjë me to, marrë shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë për herave kur ka hyrë në xhamin në Medinë, dhe xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në zallë, nuk ka pas sikur që kem të pija në tash. Dikush për njerëzve ka pështyje në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa pështymen dhe u idhnu mërzit shumë. Disa transmetime dikush për njerëzve ka pështyje në murin të xhamisë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit shumë. Për shkak se ka bën një papastërti, sado që tjetë ajo, jo papastërti në nivelit ku më di se çfarë që e prish namazin apo diçka tjetër. Për shkak se pështyma nuk e ka dispozitën e urinës, më thonë nuk është e papastër në këtë nivel. Por nuk është se dëshirojnë halki me pa para vetes tyre pështymën. Ja kush i ka fri hundë, kush ka bërë, se nuk është prej edukatës kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar pastaj besimtarët kushdo që bën ndonjë gjest qoftë që ka që ti vogël që reflekton papastërtinë në xhami, duhet personalisht ai me hek çat papastërti, nëse dëshiron me dalë i pastër para Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushdo që kujdeset për këto që ka urdhëruar Allahu dhe ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diskutim se Allahu subhanahu wa taala u akthen atë me shpërblimin e tij të shumë fishta. Në Mekë para se me ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mushrikët Kurejshit janë kujdes për Qabën. Edhe në kujdes për haxhit, se dhe atëre kanë shkuar njerëzit me bë haxhin por me devijime të padiskutueshme, mirë po kanë shkuar njerëzit me vizituar Qabën edhe para se me ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetë Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Dhe në këtë kohë mushrikët kanë qenë përgjegjësit për Qabën dhe në kujdes në shirkun e tyre, në kufrin e tyre, në pabesimin e tyre, që kushdo që vjen prej slarku me vizitu Qabën, me jafrua ujë, e me jafrua ushqim, e me mojë Qabën pastër, e me sigurua ambient rreth mirë, që kur vi njerëzit me i bojë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Dhe këta Allahu subhanahu wa taala nuk kanë nënvlerësuar dhe duke qenë mushrikim. Nëse thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Tauba, kur mushrikët min ballafaqu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu i ka thirrë ata në besim, ata nuk e kanë pranuar Islamin, as Kur'anin, as Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por ka thonë na kena do vepra të mira se mi kujdes për haxhin, Allahu thotë po. I keni ato, nuk mohohen ato. Por ato nuk e zëvendësojnë imanin, nuk e hekin shirkun. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. Amos me nduhet se me shërbimet që ja keni bo haxhive, mendoni se keni mri shkallën e atyre cilët kanë besuar, kanë luftuar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rrugën e Allahut, la yastawuna inda Allah, këto nuk janë barabarta, por nuk e humb Allahu vlerën as përmendjen e veprave për shërbim të njerëzve me i bojë ibadet Allahut, edhe nëse kanë qenë mushrikin. Çka është çështja me njëri i cili beson Allah, e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ndihmon fenë e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kujdeset që besimtarët e tjerë kur bojnë ibadet me pas rahatin e tyre. Fadhalika min taqwa al-qulub. Kjo është shenjë e sinqeritetit të mirë të zemrave. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që ta bëjë gjithsesi prej neve me pas kujdes e me pas derse qysh bëhen vendet në të cilat madhrohet Allahu subhanahu wa taala me afrua muslimanëve të tjerë, komunitet më të mirë që kur adhurojnë Allahun ata me një rahati. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.